Prej vitit parë nuk kemi pa që ka pas as qasje, as vizion, as plan e as njerëz zoti Kurti rreth vetës që din me hartu politikat, me bo planet dhe me bo strategjit. Madje çdo qeveri, edhe ato që kemi pa ndoshta me jetë gjatësinë më të shkurt, kanë rri me bo një strategji, një plan afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë të politikat të tyre se ka dojnë me qu zhvillimin ekonomik edhe çka dojnë. Na nuk kemi pa, përveç këtyne, se themi manipulimin me shifra, nuk kemi pas njëherë, nuk është hartu një strategji e cila e parashikon 15 vite të ardhshme se si do t'i qasët qeveria Kurti, energjetikës, zhvillimit ekonomik, prodhimit vendor, segmente tjera të ekonomisë. Të gjitha qëto duhet mu hartu mas pari më qitë letër dhe duhet me pas të ekipe profesionale. Kemi parë një propagandë, për shkak që ka neve që i shohmi ose i përcjellni statistikat në vazhdimsi, është pak absurde edhe çuditshme, po jo gjithherë ose jo na nuk i kemi najt non-stop të kryt, me thonë mos se nuk është të vërteta, po diçka që është kthy në realitet, që sot secili qytetar me vet ndoshta e beson një mashtrim të madh që është bo vitin 2024 dhe vitin 2025. Se të veç, thot, zoti Kurti, qeveria Kurti e ka qenë në 4 miliard buxhetin e shtetit. Dhe më është një mashtrim që është dikon për 800 milion euro diferencë, se nuk është e njëjta, se me pas 4 milion, sikur me pas zyrtarisht, me statistika, e ki 3.2 miliard euro buxhetin e shtetit. Dhe më për vitin 2024, e deri me 1 dhjetor, 2025, aktualisht buxheti i shtetit sot e këshyra është 2 miliardë 854 milion euro. Dhe kemi një diferencë jashtëzakonisht madhe ose një shpërputhje me statistikat si prezentohen e në ato që janë në realitet. Te pjesa çka është dashur me bë, ose që ato që po ka qef ose buxheti pak është një farë zotimi, pra nuk është jo zotim, zotim është qëre. Tash këta nuk është ardhur reale drejt për drejt, pra. Parashikimet. Parashikimi është realizimi. Po ti duhesh me qenë sinqert, ti ke parashikuar një rritje të buxhetit gjatë vitit 2025, 2024 që ka më shku 4 miliard. Por ti ke dështu nëse nuk e mri me i realizu planin si pas parashikimeve tua. Edhe kjo nuk është në gjë e madhe, për shkak se mund me ka shumë faktor, e ke pas keq ka mundet me kritiku pushteti ose qeveria në këtë rast, është që ti nuk e bo planifikim të mirë. Dhe më ke planifiku një buxhet 4 miliard, për 2024 një ke realizu veç 3.2 miliard, ose e ke planifiku 5 miliard, 6 miliard për 2025, e ke realizu të 3 miliard. Mirë po, nuk mund është ti me propagandu parashikimin si realizim. Se është, nuk është absurde nëse thuti unë e kom parashiku që na do t'i kemi 5 miliard euro në 2025, edhe tash na duhet me propagandu që na i kena realizu 5 miliard, se ti e ki realitetin, pletë qëtu. Ma dje, kjo është dështim, për shkak se ti nuk duhet me najt është me propagandu në ato që e ke pas parashikim, për shkak se ti s'ke mujt me ka realizim. Duhet mu pa realizimi. Te pjesa e indikatorve, shka i tërhek investitorët, është siguria në rrëdhë parë.